Padyshim se dhikri për besimtarin është sikur se uji për peshkun, ashtu që nuk paramenohet një peshk me jetu pa ujë, që ashtu së paramenohet jeta e besimtarit me qenë e qetë pa dhikr. Pa dhikr është jetë. Sigurisht, Allahu Azza wa Jall thotë kur flet për dhikrin, ella bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Veç me dhikrin, përmendjen e Allahut, zemrat marrin qetësi, qetësohen. Nuk ka mundësi me qenë njeri i qetë, me qenë vetvetja, nëse është larg përmendjes të Allahut Azza wa Jall. Këto na pohon ky ajet. Dhe këto praktikisht e vrejnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë njeri më i qetë në jetën e vet. Ka qenë më i matur ndaj nesh. Gjithmonë ka bërë gjën e duhur, kohën e duhur, mënyrën dhe vendin e duhur. Dhe ajo që karakterizon jetën e tij, nëse lexojmë prej secilit që ka shoqëruar, ka qenë përmendja e gjatë e Allahut Azza wa Jall. Pra ka qenë kjo lloj burimi që e ka karakterizuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gjitha sfidat e jetës. Njëherë Ibn Omer thotë, vendosa me i numru se sa herë po përmend Zotin në një ndaj të vetme. Pasi që më ranë sy shumë që po përmend Allahun vazhdimisht. Tha një ndaj të vetme, tha astaghfirullah wa atubu ilej 100 herë. Një herë tjetër thot e ngjeha, tha 70 herë. Pra tregon Ibn Omeri çka kishte parë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krejt kjo vëlla bujar, për shkak se nuk paramendohet besimtari të realizoj besimin praktik pa përmendje të Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme. Krejt na që po ankohemi, pse si jemi në praktik, si jemi në teori, çelësi problemit është se nuk jemi në dhikr përmendje të Allahut siç duhet, pastaj nuk kemi mundësi me pas praktik siç duhet. Kjo disa dietarë e quajnë si lloj ushqimi i zemrës, ose nëse marrëm makinën shembull, ajo mund të thonë gjithçka në rregull në të, po nuk jetë pse s'ka karburant. Pra karburanti i zemrës këtë rast është përmendja e Allahut, që e vën lëvizje besimin të merr aspektin praktik të veprimit në sjellje, në fjalë.